Çfarë ka ndodhur me Sasuke? Ai thot se do të marrë hak ndaj gjithë fshatit të Gjethes. Ai është bërë antar i Akatsuki tani. E pse nuk kthehet Sasuke në fshatin ton? Ai ka zbuluar gjithçka për misionin tënd shumë të fshehtë. E ka zgjedhur të shkatrojë fshatin. Pra Madara, po thoshte të vërtetën për të gjithë këtë gjë. Nani Uchiha u përpoqë të merrte pushtetin e fshatit në dorë. Mjaft me kaq. Naruto. Sasuke me siguri e kuptoi të gjithë dhimbjen dhe zgjidhjen tënde. Në vend që të realizojë dëshirat e tua deri në fund, Sasuke po përpiqet të shkatërrojë fshatin. Është mënyra se si do të marrë hak për dhimbjen që fshati ka shkaktuar vëllait të tij më të madh të dashur. Ti ke ndryshuar të gjitha për mua, unë duhet të vdesja. Ti duhet më kishe vrarë mu, së bashku me prindrit tanë, por ama ti nuk e bëre këtë gjë. Por se bërë?